dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Sot u mbajt mbledhja mujore e Këshillit Bashkiak. Para fillimit të saj, kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa njoftoi mbledhjen e asamblesa aksionerëve të klubit të futbollit për të filluar procedurën e radhës së privatizimit, ku aksionet nuk do të shiten 100%, por 70% e tyre do të dalin në shitje dhe 30% do t'i mbeten bashkisë. Nisur edhe nga kërkesa që ju si Këshill Bashkiak keni bërë pak kohë më parë në mënyrë që ne të fillojmë përsëri procedurën e privatizimit, por këtë herë jo me 100% shitje të aksioneve, por ta ndajmë me 70 dhe 30%, nga cilat 70% të aksioneve të dalin në shitje dhe 30% i mbetet bashkisë Lushnje. Këshilltarët u bën thirrje investitorëve që t'i blejnë këto aksione, pasi është një gjë shumë e rëndësishme për qytetin. Mbas dështimit të parë të shitjeve të aksioneve 100%, sot ne japim siguri investitorëve, 70 me 30. Kështu që i ftoj të gjithë investitorët, të brendshëm dhe të jashtëm, të afrohen drejt privatizimit të Lushnjës, se është një gjë shumë e rëndësishme për qytetin tonë. Më pas u vazhdua me shqyrtimin e pikave të rendit të ditës, ku pika 4, miratimi i investimit me objekt rikualifikimi rrugës Mistomame, shkaktoi debate mes kryetares Sefa dhe këshilltarëve të opozitës, të cilët kërkuan t'u jepet rëndësi më shumë rrugëve brenda ose jashtë qytetit që ka nevojë për ndërhyrje emergjente, si rruga Ballagat-Lushnjë. Ka rrugë tjera më emergjente për të marrë parasysh si sa Mistomame dhe ka një përqendrim shumë të madh si të bizneseve, por patjetër edhe të qytetarëve dhe rikualifikimi i saj do t'i japi edhe pamje rrugës, edhe pamje zonave dhe patjetër një rikualifikim tjetër dhe gjithë bizneseve që janë gjatë këtij segmenti. Kryetari i grupit të këshilltarëve të opozitës, Klement Çela, kërkoi që të klasifikohen prioritetet për të ndërhyrë në rrugët e fshatrave, jo vetëm të qytetit. Duhet parë dhe duhet klasifikuar prioriteti, sepse realisht ka shumë rrugë të tjera që janë pothuajse të pakalueshme. Ajo nuk është se është perri si rrugë, por gjithsesi nuk është si disa rrugë tjera, si ajo që përmendi Iliri, për shembull rruga e Lagjes Teqe që është kundrejt Qameti. Por ama duhet të shfokusohemi pak edhe nga qyteti, sepse kjo bashki ka edhe fshatra. Kryetaria e bashkisë tregoi punën e bërë deri tani në disa rrugë të njësive administrative të bashkisë Lushnjë. Keni parë që u mbyll një rrugë në Ardenic, aktualisht po punohet në Ngurrës të Madhe, u punua në Ngurrës të Vogël, 3 segmente në Allkaj, 1 në Çukas, po vazhdohet, po punohet tek rruga e Kajduçve që po hidhet tamponi përfundimtar që javës tjetër të vazhdoj me asfaltin, po punohet në Garunjas, po punohet në Hyzgjokaj nga ndërmarrja e pasurisë publike. Shqetësimet e qytetarëve të Lushnjës që vuajnë nga një larmi aromash u ngritën në mbledhje nga këshilltarët. Ju si kryetare bashkie nuk na keni gjetë një zgjidhje për çështjen e aromës së bërësisë. Ndoshta këtu si kryetare e këtij këshilli do të na gjeni në zgjidhje, me që këtu pas edhe përfaqësues të mjedisit. Para 2 ose 3 muajve, nuk mund ta them datën fikse tani, ne kemi ribërë një ankesë tjetër përsëri tek Ministria e Mjedisit në lidhje me ndotjen që i shkakton qytetit këto fabrika dhe kemi kërkuar ushtrimin e kontrollit të kapës dhe marrjen e masave. Ne si këshill mund të ngrihemi, të dalim protestat që t'i vëmë të zem derën ato jashtë, bëjmë sensibilizuese, këtë protestë. Të vëmë të ngrihemi të gjitha të jetë i zem derën atyre dhe boll me tani se nuk vazhdon shumë. Të gjitha pikat e rendit të ditës u miratuan. Në ambientet e shkollës, në shkruesi i pavarësisë Nebi Sefa, u zhvillua një aktivitet i veçantë letrar, i cili solli një atmosferë frymëzuese dhe plot emocion për të gjithë pjesëmarrësit. I ftuar në këtë takim ishte shkrimtari i njohur Viktor Canosinaj, i cili u prit me interes dhe kurreshte nga nxënësit. Ky aktivitet u organizua nga nxënësit e klasave të 9 dhe të 10 nën kujdesin dhe mbështetjen e mësuesve Elsa Baka dhe Ariola Çraga. Takimi u përqendrua në diskutimin e veprës. Ajo kërkonte një hero, një libër që ka prekur thellë botën shpirtërore të rinjve dhe është mirëpritur gjërësisht nga lexuesit. Biseda letrare u ndërtua në disa rubrika të strukturuara, duke filluar me një prolog hyrës, për të vijuar me trajtimin e subjektit dhe analizën e veprës. Nxënësit u ndalën në zhvillimin e personazheve, duke evidentuar tiparet, konfliktet dhe mesazhet që ato përcjellen.
që në fillim ajo na shfaqet si një shpirt shumë i ndjeshëm, si një vajzë e cila kërkon ndihmë, kërkon një hero, kërkon që dikush ta ndihmojë atë nga vështirësia që e ka hyrë. Vetë vajza në roman kërkon një hero. Çdo njeri ka nevojë për një hero edhe nëse ne nuk e kemi, nuk më frymëzohemi që të vazhdojmë përpara edhe që të marrim hapat e vështirë të jetës. Më kujtoi diçka kur e lexoja, shija diçka të ngjashme dhe ishte pikërisht e situata që dhe ju tha, por prapë kur ajo filloi marrëdhënien me Teon, ndryshoi ai mendimi im që mund të kishte një fund të lumtur mes. Një vend të veçantë zuri dhe vlerësimi kritik, ku nxënësit shprehen dhe mendimet e tyre të pavarura mbi veprën, si dhe eset të përgatitura me përkushtim. Gjatë rubrikës së pyetjeve, nxënësit patën mundësinë të bashkëbisedonin drejt për drejt me autorin, duke i drejtuar pyetje interesante mbi procesin krijues, mesazhin e librit dhe përvojën e tij si shkrimtar. Kjo e bëri takimin më të gjallë dhe më interaktiv. Ajo që ra në sy më shumë ishte serioziteti dhe përgatitja e nxënësve, të cilët jo vetëm e kishin lexuar veprën, por kishin depërtuar në thellësinë e saj, duke reflektuar mbi temat që ajo trajton, si sfidat sociale, paragjykimet dhe rëndësia e mbështetjes njerëzore. Në fund të aktivitetit, shkrimtari Viktor Canosinaj shpreu vlerësimet e tij shumë pozitive për nxënësit, duke theksuar nivelin e lartë të angazhimit dhe mendimit kritik. Ai u shpreh i kënaqur nga pritjet e bashkëbisedimit, si dhe shpreu dëshirën për takime të tjera në të ardhmen me nxënësit e kësaj shkolle. Është takimi i disa që kam bërë në këtë shkollë, ku kanë nxënës të mrekullueshëm, nxënës që lexojnë, mësues që punojnë me librin, dhe isha i bindur se edhe aktiviteti i kësaj dite do të ishte i bukur, i mbushur me emocione, me mendime kritike, me analiza e kështu me radhë. Interesante është që disa nxënës, disa lexues, kishin gjetur në libër detaje, gjëra që unë as i kisha menduar, domethënë, të tilla. Gjithashtu më duk shumë interesante dhe mënyra e organizimit të takimit, me vajzën këtu që bën të regjizoren e aktivitetit. Ishte një formë e re që se kisha ndeshur përpara, duke lënë në fund pastaj pyetje të lira për secili nga lexues, normale, që duhet të ketë pyetje. Kështu që mendimi im është shumë pozitiv dhe mbeta shumë i kënaqur nga ky takim, ashtu siç në të vërtetë e prisja, dhe shpresoj që do kem rastin të vi prapë për ndonjë aktivitet në të ardhmen. Ky aktivitet shënon një moment të rëndësishëm në jetën kulturore të shkollës, duke nxitur dashurinë për librin dhe duke afruar më shumë të rinjt me botën e letërsisë. Një konflikt i ashpër është shënuar mëngjesin e dielshëm në varrezat publike në Fier, ku 67 vjeçari Neim Tahiri, banori i Mbyetit, është përplasur me policinë bashkiake, policinë e rendit dhe punonjës të bashkisë. Shkak është bërë shpronësimi një sipërfaqeje toke të mbjellë me 240 rrënjë ullinj, e cila do të përdoret për zgjerimin e varrezave publike të qytetit. Tahiri shprehet se nuk është kundër shpronësimit, por kundërshton çmimin, duke kërkuar një vlerësim më të drejtë ose kompensim me tokë tjetër. Unë nuk kërkoj nga Bashkia Lëmosh. Unë nuk kërkoj në Kuvendi Popullor Lëmosh. Unë nuk kërkoj në Kuvendi Popullor, unë kërkoj drejtësi. Unë s'përkoj nuse për djalin, unë përkoj qetësi. Këta, zotrin, kanë ardhur për prishi qetësin. Toka ime nuk është 8300 metrë. Toka ime është 10.300 metrë katror. Unë nuk kam mbjell gorricat e toka. Unë kam mbjell ullir. Pretendimi ime është drejtësi. Tokë ka 25 hektar tokë bosh. Ja ku janë atje, ka toka bosh, ka toka në vend tjetër bashkia plot, më konversoj, të rinë fëmijët e mi të qetë, të rinë kalamajt e mi të qetë, shokët e mi të rinë të qetë, edhe bashkia të vazhdoj punë. Situata u tensionua kur autoritetet shkuan për të prerë ullinjt, ndërsa banori paralajmëroi vetë flijim nëse hynin në pronën e tij. Nga ana tjetër, bashkia thekson se procedurat janë ndjekur sipas ligjit dhe se banori është njoftuar më herët. Ka ardhur njoftimi nga Njësia Administrative e Korçës që në datën 27/8/2024, ku vend jeni të gjitha familjet
ku është marrë prona me vendimin e Këshillit të Ministrave për interes publik. Në këtë rast kemi të bëjmë me Varrezën. Iko kjo. Të ka ardhur njoftimi nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë nga Agjencia Shtetërore për Shpronësim. Në datën 31/5/2024, ku të vend jeni që prova jote do kaloj për shpronësim. Ju këtu vetë keni firmosur, thoni nuk jam dakord, ne im ta iri. Ndërkohë djali i Neimit tha se ai vuan nga zemra dhe ndodhet nën presion të madh psikologjik. Babai më shësuar me zemër, edhe po dorë disa bimë ato mjekësore, që shluan ato trakalidhet. Edhe kësha ardhur po të bëra mbledhjen e tyre. Se na është somore ato ndihmojnë. Po mami më ftuan që po ardhur ne dhe marr dokumente që lëm babai gati. Atje dhe erdha. Dhe edhe babait. Ju e dini që do vini po policia sot? Thjesht më lajmëruan mëngjes. Lajmëruan që kështu kanë ardhur ndem. Edhe mora ato dokumentat e tokës dhe i pruan. Babai kësha për të mbledhur ato trakalizim mbledh gjithmonë. Ato që më gjuhë popullor, ilaçe popullor gjithmonë. Ato tani nga serimi sipër u shpreh. Ai ka kërkuar nga institucionet që të gjejnë një zgjidhje për të mos dëmtuar familjen e tij. Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj në konferencën për mediat foli për zhvillimin ekonomik. Gazetarët e pyetën ministren edhe për çmimet e larta të karburanteve dhe për mënyrën se si do të funksionojë bordi i transparencës. Ajo u shpreh se bordi do të funksionojë derisa çmimet të stabilizohen. Gjithashtu po monitorojmë edhe çmimet e shportës bazë. Jemi duke hartuar një akt i cili do të ndërhyjë në reduktimin e aksizës në nivelin 20% dhe ky mekanizëm do të miratohet në Këshillin e Ministrave dhe do të bëhet publike në momentin e duhur. A do të monitorohet rritja e çmimit të plerave kimik, të cilat janë rritur edhe pse janë blerë më lirë se në vitin 2025, referuar doganave, ishte pyetja së cilës ministria ju përgjigj se aktualisht jemi duke i monitoruar. Një pjesë e inputeve bujqësore, konkretisht plerat kimike që vinë si derivate e nën produkteve të karburanteve, janë një komponent shumë i rëndësishëm i kostove të prodhimit të produkteve bujqësore dhe ne jemi duke i monitoruar në mënyrë të vazhdueshme. Ne edhe gjatë luftës Ukrainës, kur inputet bujqësore, kosto e inputeve bujqësore u rrit ndjeshëm, nuk ndërhym në koston e produkteve bujqësore, pasi në përgjithësi ekonomia shqiptare është një ekonomi e cila bazohet në importe dhe prodhimi apo konsumi, çmimet ndikohen nga çmimet e importeve. Komponenti kryesor gjatë periudhave inflacioniste, pra kur çmimet rriten nëpër botë, është inflacioni i importuar dhe jo inflacioni vendas. Megjithatë, çmimet nuk ndikohen, pra siç u përmend edhe më parë nga juve, çmimet nuk ndikohen në mënyrë të drejtë për drejtë. Që dua të them që importet rrisin çmimet dhe prodhimi vendas, pavarësisht se nuk ka një rritje të kostove, po supozojmë që nuk ka një rritje të kostove, përsëri çmimet do të rriten, sepse çmimet nuk mund t'i përcaktojmë ne, çmimet përcaktohen nga oferta dhe nga kërkesa, dhe ajo që dua të them me gjithë këtë është që nëse çmimet e importeve do të rriten, edhe çmimet e produkteve vendase do të rriten dhe ne nuk mund t'i ndalojmë ato. Megjithatë, sigurisht që jemi në monitorim dhe nuk akoma situata për sa i përket inputeve bujqësore nuk shfaqet për të pasur nevojë për ndërhyrje. Viti 2025 ishte i pesti vit që sektori bujqësor shënoi rënje të prodhimit, ku sipas të dhënave zyrtare të Instat, bujqësia shënoi rënje me 1.95%. Gjithashtu edhe industria shënoi vitin e dytë me rënje me 3.15%, duke konfirmuar një trend negativ që po vijon edhe në fillim të këtij viti, ndikuar kryesisht nga ecuria e dobët e eksporteve. Rënja e vazhdueshme e sektorit të bujqësisë reflekton një krizë të thellë kostoje dhe mungesë të fuqisë punëtore, duke çuar në uljen e prodhimit dhe rritjen e importeve. Rritja e çmimeve të inputeve bujqësore, si plerave kimike dhe naftës, ka ulur rentabilitetin e fermerëve të vegjël në një kohë që subvencionet e qeverisë janë shumë të ulta dhe fondet e BE-s nga IPARD mbeten të bllokuara. Mëtej, mungesa akute e krahut të punës ka bërë që shumë sipërfaqe toke të mbeten djerr.
Ky sektor që para pandemisë zinte 20% të ekonomisë, në 2024 zuri vetëm 15%. Gjithashtu edhe sektori i industrisë po sfidohet edhe nga zhvlerësimi i euros dhe humbja e konkurrueshmërisë në eksport, duke nxjerrë në pa dobësitë e një modeli të bazuar te krahu i lirë i punës. Ndërkohë sektor si ndërtimi dhe shërbimet publike kanë shënuar rritje, duke treguar një orientim të ekonomisë drejt konsumit dhe investimeve në pasuri të paluajtshme. Në këtë kontekst, shoqata e eksporteve ka paralajmëruar për një situatë kritike në industrinë e veshjeve dhe këpucëve, duke akuzuar për mungesë reagimi institucional ndaj vështirësive të vazhdueshme të biznesit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.